Ejona Merlika, nxënës e gjimnazit Gjergj Canco, synon të bëhet programuesja e së ardhmes. Ajo tregohet e vendosur të ndjek pasionin e saj për teknologjinë, duke treguar se çfarë e shtyu drejt këtij profesioni. Të jep mundësinë për të krijuar pajisje të reja elektronike, të jep mundësinë që të formatosh pajisje elektronike, të bësh të krijosh programe vet, të jep mundësi dhe të hap shumë dyer në tregun e punës së të ardhmen, të gjitha këto që i përfshin elektronika dhe tiku në përgjithësi. Ejona thekson se vit pas viti është rritur ndjeshëm numri i vajzave që zgjedhin drejtime profesionale të tilla. Ne lobojnë fort pjesën që për barazinë gjinore, lobojnë pjesën që nuk ka diferencim në bazë gjinisë dhe gjithë jemi njësoj, gjithë do mësojmë njësoj dhe duke parë viteve të fundit teknologjia të vajzat është përhapur shumë, është edhe një mundësi shumë e mirë për të gjitha. Sipas të dhënave të Instat, gjatë vitit 2024 janë regjistruar 2616 vajza në arsim profesional, duke përbërë 16.9% të numrit total të nxënësve. Krahasuar me një vit më parë, kur përqindja ishte 16.3, vjetëre një rritje e lehtë që tregon interesin e shtuar të vajzave për të përfshirë në fusha teknike.